Kosova thuhet se ka arritur përmirësim në 4 kapituj, përkatësisht në kapitullin e 12 për sigurinë të ushqimit, kapitullin 14 për politika të transportit, kapitullin 19 për politika sociale dhe punësim, si dhe kapitullin e 30 për marrëdhëniet e jashtme. Megjithatë, ky lloj përparimi margjinal nuk i përgjigjet nevojave për reforma të thella për integrim të shpejtë. Kjo sepse nëse konsiderohen të gjithë kapituj për cilat vendi ynë vlerësohet, Kosova ende mbetet në një nivel të një farë përgatitjeje. Kurse sa i përket progresit, raporti këtij viti vlerëson se Kosova ka arritur progres të limituar në 17 kapituj, në 11 kapituj të tjerë një farë progresi, në 2 fare nuk ka progres dhe vetëm një kapitull ka progres të mirë për vitin 2025. Thënë këtë, pasojat e ngërçit politik të këtij viti vrehen në të gjitha rreshtat e këtij raporti dhe kryefjala e këtij raporti është stagnim dhe progres i limituar. Pra, edhe pse Kosova mbetet e përkushtuar në rrugën e saj drejt integrimit europian, realiteti politik i këtij viti ka pasur pasoja të mëdha dhe mund të konstatohet se ky ka qenë një vit i quardëm për Kosovën. Sa i përket lirisë së shprehjes, raporti është dukshëm më negativ se vitet e kaluara, përmenden diku rreth 70 sulme fizike dhe verbale ndaj gazetarëve, po ashtu përmendet edhe gjua ofenduese që u shpërdorur nga zyrtarë të lartë si dhe nga vetë kryeministri. Raporti kritikon mungesën e financimit afatgjatë të transmetuesit të vetëm publik të RTK-s, si dhe zhvillimet negative në kuadër të Këshillit të Pavarur të Mediave. Sa i përket KPM-s, raporti thekson faktin se ligji u rrëzua nga gjykata kushtetuese sepse kishte dispozita të cilat cënonin seriozisht pavarësinë e këtij institucioni. Mbetet shumë e rëndësishme që ligji i ri të jetë në linjë të plotë me standardet e BE-s dhe ato ndërkombëtare. Sa i përket normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, ky raport, njëjtë si vitet e kaluara, i kushton një rëndësi të veçantë normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Nga Kosova kërkohet themelimi i asociacionit, ndërsa nga Serbia kërkohet njohja e simboleve të Kosovës. Raporti shpreh se ka pasur vazhdim të dialogut, por se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit ka qenë i pamundur në mungesë të stabilitetit politik qoftë në Kosovë dhe qoftë në Serbi. Sa i përket normalizimit të marrëdhënieve, si vjet shihet qartazi një gjuhë më e balancuar e ndërmjetësuesit të BE-s, duke konsideruar këtë fakt si dhe duke konsideruar përbërjen e re të Komisionit Evropian, mbetet shumë e rëndësishme që partitë politike të gjejnë një gjuhë të përbashkët dhe të themelojnë institucionet sa më shpejt në mënyrë që mund që Kosova të përfitojë nga konstelacioni i ri politik.